5 vjet për 3 akuza. Kam edhe akuzën më të madhe. E do shkojnë në gjykat krime veteranda. Edhe tani unë për këtë arsye se më vinte zore vlla, as nuk doja me lype, as një fan kontakti, 600 milionë euro, 600 euro se me nimoj Ersemi. A kupton dhe unë qa menova. Thash, ik ti moj, qa kanë këto që shkrujmë mbrëma. Ngjoj se kom. Tani, unë nga që më vinte zor me diskutu prap në për TikTok këtë muhabet, thash, do shes TikTokun 1.000 euro, edhe një 2-3.000 euro me familje, me shoqni, me kështu, do t'i boj, do t'i sajoj prap për këtë pjesën e dytë avokatit. Ja, dhash TikToku është, ti e di që shta TikToku, kozak, TikToku është si dyqani bukës. Që ti punon aty e ke biznese la, familjarti, ha bukë me gabim ke boj që e ke shqitë, Frans, ke gabim shumë. Tani, unë i dhash bukën, si me thamë babale, Bishë, ti ke bo gabimi jot, fal, 1 minutë. Ja dhash unë atit. O vllaj, pastaj do të pyes për këtë. Gabimi jot është që ke bë, ti për 500 euro që e ke shit adresën, ti 500 euro vaj për kokë familjes i bë për gjysë ore live. Ore për ditë i bajera, ore po nuk doja, o kozak, se kuptoti unë nuk du të kërkoj ma ke njerëzit, se njerëzit momentin që t'japin, ta marrin kret shpirtin, ftyrën për 100 euro, për 1.000 euro që t'japin, ta kujtojnë gjithë jetën. Edhe unë thash, ja kam shiro, do largohem nga TikToku, ja jap babales, 1.000 euro, le ta kujtojnë ata gjithë jetën. Puna është ti të marrosh hallin edhe. Qysh babalja mbirus që telefoni do t'i ik, ti se të shiva familjen mund gojere, se s'po të kërkon njëri gjatë. Po jema bërë se 500 euro si ka që babalja, më se ka fitu miliona dhe babalja e ka në ore, po e majti 3 dit, unë s'po them që po një ma babalja, unë dyshoj ke profesori e ta. Jo, unë dyshoj ke profesori. Se? Po babalja ditën e 3, Sunë ja thash, ja kërkova lekët në momente, që kur futi ti në moment që shite adresën, momentin që ndrovi emrin natën e parë, i thash mjep lekët, i nis adresën. Shumë rregull, se si mori lekët. Se si mori lekët që pjedhin. Shivero ke besim ke unë ti tha. I thash në vlla, nuk po them që s'kam besim, pa e more. Bi lekët. Po tha maja 2 ditë tha. E majti dhe 2 ditë, ditën e 3 para se të fikte telefoni, se s'është në Biruca i. Ai më tha, më kam mesazhet aty. Vlla do fik telefonin një javë, 10 ditë. Shumë ka thonë. Leça thonë to jam Biruc, jo këtu, ai më tha vet. I kam shkruajt profes, ja kam çu adresën me të kalu lekët. Unë do e fik telefonin një 10 ditë, sa të qetësohet çik gjendja. Rregull. I kam shkruajt nesër në profes. Je babalja, Burg është burg babaljes. Ore, këtu ku jam ta? Po mi dakord drejt ke edhe ti. Babalja është në Burg, po është me jap 200.000 euro atje ke Burgu. Kur son jam në Burg, tu s'kam 100 lekë kozak. Ke drejt, pa s'kam çfarë më thënë. I me qysh, i me t'japun adresën ti, me ty, me ti ikën fik telefonat, s'kam burgje, përderisa e blej në moment, dakord jam me ty bishe. Edhe sikur të mbyllet adresën, po lekë. Mos bani llogarit, po jore, po normale se kur sriti i korrekt me tjerët, qysh mos ta ban tjetri llogarinë, vjen me stilolap, thot pse s'mjep lekët i moshov. Pse s'mjep lekët ta. Drejt ka dhe ky e çuna se edhe ky do lekët e veta për shembull, a kupton se edhe ky e ka shit. Ai nuk është se ja dhash unë sot e nesër. Po babalis i ra dhe ky halli kështu, a kupton se. Ore, i ra. O shok, e majti 3 ditë, më tha o Franc, miru pafshim. Shifemi mas 10 ditësh, po i them profes. A kupton, nuk është po i ka ra halli 3 ditët e para e mori e përvetsoi. 3 ditë s'mi dhamër vlla, tha po t'i jep profja. I shkruaj profja më thot, s'm ka thonë gjo, okej babalja mu, si me dhonë lek kotun. Po ti s'po jep lek kot, sa i e ka marrë TikTokun, e ka privatizu, e ka ai, se ka mun. Qysh po jep kot lekti, ti dhe me i dhanë ato lek, nesër ja merr babale, sa i e mori TikTokun vlla. Ndoshta s'ke fol sot, s'ke fol nesër, po e moho që anek ne, që s'ke fol shumë bukur, po tani me lish birje vlla, sa i shumë ka shkruajt mua ta. Hiqi këta që shajnë. Po ti nis filani. Edhe kanë kalu 2 javë, pra ne po bëjmë shumë. Ne kisha edhe për ora turpi zie, se atë turpi zit me avash për shoqënia kanë fal, si më thon. A kupton se nuk shitet ai lloj TikToku i mirë, unë kisha i kë 2 live për ditë. Ç'a lidhje kishte? Ta follow kisha aty. 58.000, niveliste nata. Karin ti, 58.000 e ke shit 500 euro ti. Që ke budallati. Ore, ja vash për shok, po të themere, vetëm që një jetë e lekë, kam hall, po të theme, vlla. 500 euro ta kisha shitur 1.000 euro më për kokë çunit, 1.000 euro kisha shit sakon. Ore, letë qa kishe shiti, ja vash aty për vlla, për këshu, për
Sa me të përjen njëna po jo, mboj këshu mua dak skema, s'po ma bë babalja, po ma bë profesori më dak. Ashtu ma bë profesori, unë jam i sigur që babalja i ka thënë çoj lekët Francit. Ky tani e di që s'është babalja në qarkullim, vonon, man kod gjatë deri kur dali. Po kur dali Se si merren privati në Francë. Se si merren. I kam thënë unë atit, po s'ti ka të shua i, apo ti nisi me. Çaj ngel atit pasaj, vetë me dal këtu, me hap me emision për profesorin, nat për nat pasaj. Se kështu bëjnë si çuna boba, se kur së rrujnë kari. Bjella legët. Unë burë këtu shia rë, po m'vi avokati, po im qife më avokatit, s'pi dal takim, se s'kam lek t'ja. Këto na bëjnë kodë, tu fitu na 2-3 mijë nata ka. Me i të dhe këtë lekët e vetër. Pa që me rrë që për ti e babalja bursa dalje. O Kozak, i pari që nga gjithë personazhet e TikTokut që jam shajt edhe jam fut këtu në TikTok, po s'jam pajtus, nuk kam shok, me rëp shpije ti si e shoku im e Kozak, ta ka meq dhe follow, me rëp shpije nuk je shoku im, ke mërzit, në ke shajt kur kam qenë burg, kam shajt kuptim, s'kam the tani ma të shok guesin, unë mos kujtoti këshu me mu si me kebe, një shajt ju edhe anek ne, me rëp shpije, dali të dana burg, po të kapa, po të kapa, që të kap rasisht, nuk do të kërkoj, po të kapa, do të degeneroj kështu, do të prek me dorë, po do të mas pulsin e la, do të vehekri në kokë, që do bash? Are, që do bash e la? Do të talë më ty, do të them, ha, ma në në tere ke burgu, që si qeshë, Franca, po në leva e më gjo Kozak. Se më bëjsh akave i... Në gjo vajnë të ti e më burgu, Peqinsi, duhet peqinsi këtu për mos me në lanë vetë me Kozak se do fillojnë zimin, tak. Kua, o peqin, sajde lartë. Po jo më që do zina, se nuk zjem unë me ty më bishë, unë si jam ashtu qunë, ti e më burgë, po që do të mërzis ty. Po për leke në zanë të dyne, isoj, po peqinsi. E disa shok kam unë burgë, vaj, edhe me rëp shpije, në motër, nuk më përqe me marrë me njërës janë burgë. Kur daresh nga burgë, rëp të motër atë presë. Hare, po kur jem burgë, edhe me rëp, kur nuk zihesh me më. Hare, o peqinsi. Këtë është i keq kjo Kozaku, por nuk është i keq kjo. Se herë të kam thënë ty që s'është i keq, po lajmi... Po Franco, ka tani në gjose... Po lajt, e dy ka i keq kjo, ka i keq ke leku. O vaj, o Franco, ti them vetëm një dy gjona, unë ty të kam respektu, ti u pa të fiksu nga komente tjerë që pa të dhonu një dënim bjeri derës, unë e maj men. Edhe që aty pa të fiksu me mu. Po unë ti e di që që ati bi që kam... Gjo lalin tatë. Gjo, unë doja me bo audiencë, me blok edhe me bo shaka. Lali tu futan TikTok. Po, unë u futan TikTok dita parti e di që unë asjerë se kam kërku audiencën, bides ke qenë ti i pari, ke hy me Dionis Bibën një javë mas i kam pasun live-i një kë, ke thanë ti ore, po qa janë ca tipa në TikTok hynë këshu, kana imi veta live, janë kod. Për mu e kishe ti, unë isha i pari në TikTok që isha në imi veta në kod. Një sekund. Unë futa live, unë futëm bashkë 2-3 herë, ti tani ke i tip, ti dhe Alex Visha, kur ka qenë TikToku atere, kush ka pas imi veta, 2000 veta live, ka qenë VIP në Shqipëri, sa është ka qenë live i maksimumi 1-2 atere, tani ka filluar rrit TikToku, që kanë bërë shumë. Edhe, ti dhe Alex Visha, sa herë dilte në njani me 500 veta plus, i shkoshit shut direkt e live-i, do më thënë i paraqisht e shqip. Gjoj një minutë, unë edhe Alex Visha, pasha kokë... Po e di se më ka arth Aleksi, parim ka gjujt 10 zemra, Aleksit ka respektu pra o zemra vaj. Bante që si baba, e ke parasysh kështu që gjoja jam mirë se erdhe, duke është quni mirë, thu për na mik priste, të mëse ishte me i fanë, support, se ma përkesh. Ti kujtove se unë jam si këto TikToksat e tjerë që dalin, kanë 500 veta, edhe fillojnë qien bëth për gifte. Po mirë, ova, ato në lesh edhe neve tjerëve, ova, ato në lesh edhe neve tjerëve. Shko gjujt derës, shko bëj këte, unë s'jam palacho për gifte, për loja, për fame bëj gjona, dhe të thashtu i këtë mirë pra, me që s'je palacho, që e qumë palacho, ne që lozi me dënimi mi palacho. Po me rëp shpje palacho, luve se pranon me loz me dënime, pra. Kam lujt njerë me dënime, unë. Po ke loz me dënime atërë, dënim ke marti me ira derës. Po mirë pra, dita parë, gjana hajde bëmi lojë ram derës. Po tani ti për dersa e pranon vetë një gjë, qa faj kemi ne më pra. Shivo Kozak. Ti mos e pranon, thuje vaj, unë nuk jam palacho, nuk lojë me dënim. Po bravo, pra i sekund, shife ta shpjegoj shoku jo se ketë bashkë me ropë shumë të qartë. Unë hyna në TikTok, edhe ishe si një tok të pashkelur, fillova
ti përjetoja ndjesitë e Për çfarë hyn në TikTokut. TikTok ti? E provova lojën e parë me o vlla, kam një pyetje. Një sekondë pra ta sqaroj. E provova lojën Do e të bëj parë vetëm me një ty me pyetje dhe kthe Dënim. përgjigje. Për çfarë hyn në TikTok ti? Bëjmë Për ç'ty Për të burgu. kap në lek më burr. Për të kap në Për lek. një sekondë. Jo, kush kapi lekë? O peqins. Po rrije më nga nga me Po pse që ke TikTok? Po ja pa ta them një sekondë. Po çfarë ke hyn TikTok? Do të kthej përgjigjen e parë, po vetëm respekto. Shifre reakcion në TikTok. Rash në burg. Më thot njani pse s'bo live TikTok, thot shtykon. Kam hyrë ditën e parë dhe un kam qenë ai në gjithë TikTokun kur ju lypshit trena me kraksat me këto. Unë bëja vetëm pyetje përgjigje, kisha janë në përburgje. Okej, sa veta ke që janë në përburgje dhe nuk të shtojmë kohën me live TikTok. Më thuj mu i burgaxhi që hynin TikTok i arriti imi veta live pa e boj loj, duke bo vetëm pyetje përgjigje, unë kështu e kam bo famën e vlla. Apo 1000 veta që kam pas në atë kohë, jam ull vetëm pyetje përgjigje. Gjithë më thoshin pse s'lun, s'luja. Kur fillova luta me ty, ishte hera parë. E bana i loj me Dënim, i gjujta derës, e provova ndjesimu duk vetja legend, se bana ma ataku. Po mi pra, po mos hymon TikTok, më vllai, mos hymon TikTok, mos e vllai. Po TikToku nuk hyn për lek, për me lut me Dënim, e hy për qef, më thu do t'i hyj. Po ç'a do këtu, po mos hy pa se do të shajnë këtu. Do të shajnë, do të bojnë. Shajnë mu rëndësi ka të më rish korrektiv. Po jo më vllai, tani qoftë se palaço nuk duhet i pranosh këtë gjë. Një sekond. Jo, vllai, qoftë se ti nuk je palaço, nuk duhet i pranosh këtë gjë. Tani ti thon se jam palaço, po unë hyj live. Këto me komente se kam problem, po më gjoj pra një sekond. Këto me komente se kam problem. Ja ku e ke profesorin. Ja ku prit këtu e le profesorin. Po shaj era burr. I sekund, këto me komente let më shajnë. Problemi është kur unë futem live me ty, e ti mbo si tipi shkathot, ose nuk më rri korrekt. Problemi është me ju, se rruj karin ke komente tune, vlla, që let shaje ke komente, të jarë të shimë që shake komente. O gëzak, kise kanë plasë? Unë me futem live me ty, luj loj, ti më thumë gjuj i Ferrari 70 euro, se qafsha qunin do t'jap 200 euro nesër. Unë lek buke 70 euro, ti gjuj ty, ti nesër s'mjet lekët. Pa shumë i Fute profesorin. Ore ky po lemër, o taku. O profe. Ore Franc, Are ta. ç'a problemi ka eva? Ato lekët, kur du i marrën? Cilat lek? Lekët që i kam shit TikTokun babales dhe mesazhi i funit i babales ka qenë po t'i nis profesori lekët. A e di ç'a ka ndodhur me babalin ti? O, nuk m'intereson, 3 dit mori TikTokun tim, ditën e 3 tha vlla, po i shkruj profesorit nisi lekët, tha, edhe i ku fiku telefonin. Ore edhe njërë tjetër, a e kupton ti qa po thoi i ku fiku telefonin? E kupton qa po bendi apo jore? Po kujt po i ha kari për 500 pound, o Franc, po ti si djal, qa gjesti bend? Po ty po t'ha kari për 500 pound, ty po t'ha kari për 500 pound. Edhe njërë tjetër, t'gjoj një sekund. Ty po t'ha kari për 500 pound, ty për 500 pound rri gjithë natën aty t'u lyp lule mërdaku, më t'regoti mu. Unë ty t'jam nisur njërë, o Franc. Ti edhe babalja. Gjo këtu gjo, unë ty t'jam nisur njërë. Qa mi nisur? Ty t'jam nisur njërë. Për qa mi nisur? Dakord, unë t'jam nisur njërë, o Franc. Të jam nisur njërë ty. Për qa mi nisti mua? Dakord, të jam nisur njërë, ore. Kene i problem? Në regull. Po ti je djal negativ. Ti je djal negativ. Si jep lekët ti? Ore lekët e ka. Ti je djali më negativ që ka TikToku. Ti je djali më i pas skrupull që ka TikToku. Babalja në izolim ti do lek na babalja. Po ti isha unë në vendin se thosha nuk i duare. Së është babalja në izolim? Se reti që është babalja në izolim? Babalja ka dikur gjë nga jo ditë që ti djal po i kërkon lekët, gjë nga jo ditë është transferuar. Dakord, edhe ti je në burg, fjala punit e babales, para se ti je në burg, ti me ka shkruar mesazh. Vlla, lekët po i them profes ti japi. Se s'mi jep lekët e shok. Sepse s'më ka thënë. Të ka thënë ty, po gënjen babalja, po gënjen babalja këtu. Dëgjoj këtu ore, s'më ka shkruajtur mua akoma ore. Po ti gënjen e vlla se ti ka thani kam shkruajt. Ti unë ka mesazhe, ti tregova. Ma ka shkruajtur që t'ma konfirmoj jepi lekët ore, dhe nuk t'i jap as një cent. Po ti, ai e mori TikTokun. Ai e mori, ti e di shumë mirë. Pse s'mi jep ti tani? Ç'a konfirmimi pret mati? As një cent ore, zero, e kupton apo jo?
O gazak, a mos bakshor burr. Ore, Zero. unë e kuptoj, gjoj sekond. Asnjë Unë e cent, o kuptoj thanë. që ti je një Zero. kategori shumë e ullët që i bo Zero. këto gjeste me i djalë që është në Frans, burg dhe që Frans, mundu me ju Frans, ndimu juve. Ti Unë e sekond për ju, Ka faj Po profesor. jo, Roti, jo, Roti, ti mos fol ti e o kozi, Dëgjoj, mos fol dëgjoj ti fare. Gjore. Dëgjoj këtu ti je profesor. Dëgjoj ti, Ti mos më thuj mu që se rruj lesh se ti për 500 euro rri si legend gjithë natën tu lyp lule. Edhe ti nuk po m'jep lekët se ty do ta zbuloj unë, të ka than babalja çoja apo jo? Në qoftë se babalja më thot që i kam Unë than, ty, unë nga ty do të bankat- shplaj nga bankat e nga mia, që maje nga mend që do bankat, të bëj. gjoko gjore, nga bankat e mia, për ty nuk del Ose asnjë ma cent. kari, mu nuk ma kari për Dakor. 500 euro, jo ty. Se unë që ta lash 500 turpi zi kush e morën vesh ta bën 5-6.000 euro ja dhash për hall, për shok, se mus ma kari ke shokët, jo të mlesh ti mu këtu Ti. tallësh karin me mu. Ti je ai që më ke thënë mua, po sikur mos dali babalja kur në izolimi ose ta nisim për Shqipëri po lekët e mia për 500 Qa pound. do bëhat me TikTokun, qa do bëhat me lekët e mia? Ore, e kupton ti apo jo? Ku je ti? Ore, ua njerës, babalja Ore, më kupton ti tha, apo nesër jo, ore? po ti je profesori, po ti nis, priti më Po nuk të nis ose nuk i meriton. Ore ore. lafi, po nuk, ore unë ty ti se kupton që Nuk unë i ma me- lek pretesë, unë nuk ty i do të meriton. shirë rop mungoj, ti e kokra motër qirit, o rop qim, Ah, ti do, sa do, qirë rop do, ku do, do, gjore. ti shirë rop e Dëgjoj profesor, këtu gjë. ti O, shirë Frans, rop ty, dëgjoj këtu, edhe dëgjoj, kush dëgjoj. t'jep ty zemë, rop Dëgjoj, kur u qirë dëgjoj. sa familjen mungoj. O, Frans, që e të 500 baba? euro, unë ta qirë rop, or profesor, o lyps që më rri gjithë natën me klevisi, ti si lyp gjithë O, natën e Frans, qifë le, sharë mos rop. Frans, që e të bërë? I ke se ta qiva rob dhe ty kozak motër shiri. Motër shir. Jo E të qirët. Unë jam atë shuni ma i dretu në TikTok. Gjithë to janë ma motër shira. E morën TikTokun, i ka mesaje do t'i nxjerr, ka than babalja, po i them profes, kaloj lekët, edhe do zhdukem ja 10 ditë dhe e zhveshin. Kyra Okej, qiris o- 10 lekët. Ta o, Frans. qi motrën, o profesor. Ta shkërdhe familjen. O lyps. Unë me 500 euro tall karin, ju a fala për gjunaf, o rop qim. Po mbashti mu zero. O të shif sharë rop, ti ke lyp, o rop qim, ik lyps, unë me olë si një bana 20.000 euro par dje. Po unë marrë lekët e tjerve. Marrë lekët e tjerve që si marrin dot, mos marrë dot lekët e mia ke shokët e mi. Ti qi rop mor profesor. O, motër qirë që ti ma ke marrë karin goj, që kur u zune me mafjen atere vije gjuje lule mër qas ke bo për famër. Ta shkërdhe familjen, o profesor. Mos më detyro që ti hynë hak dhe babales. Po më gjok të ujme. Do zbulohet i dite. T'ka tham babalja çoja, apo jo? Në qofë se babalja t'ka tham çoja, je më motër shiri këtu në TikTok, o rop qim. Se ju jeni ma motër shira, ti ri gjithë natën për 100 euro në TikTok, bon ti gjoas ma kari. Ti e kokra rop qimit, mor. Ti e burë pyth shirë, ke gjetat klevisin a bo si i famshëm TikTok. Si kam bo këshu famë më numër motër shirë. E kam bo me realitet këtu nga shelia, kam da shpirtin me njerëzit. O pa buk sot, o